Banori më i ri i Big Brother Kosova VIP 4 Ludo Lee është treguar tehti ashpër ndaj lojës së Dolçes brenda shtëpisë. Më shumë se sa banor në atë shtëpi, Ludo ditët e fundit është parë si një lloj opinionisti, duke ndarë të gjitha mendimet që ai ka për banorët edhe për situatat e krijuara brenda shtëpisë. Sipas tij që nga rikthimi nga Grande Fratello, Dolçe nuk është më e njëjta dhe nuk po tregon asgjë dhe nuk po kontribon në dinamika. Ai theksoi në mënyrë kritike se prej Grande Fratellos, Dolçe është bërë si pica mozzarella, 24 orë nuk bën asgjë, kurse Labi shtoi se Dolçe nuk duket se e do as veten dhe se po qëndron brenda shtëpisë kryesisht për bukuri. Ka ana tjetër Ludo Lee ashtu vlerësoi lojën që Dolçe bëri më parë me Edin, duke thënë se ai ishte e mirë, por theksoi se banorët do të jetë më aktive. Ai thotë se Dolçe duhet të flasë më shumë. Kritikat e Ludo Lee dhe komentet e Labit kanë ngritur debat mes banorëve dhe kanë shkaktuar diskutime të shumta mbi sjelljen dhe angazhimin e Dolçes që nga rikthimi i saj në shtëpi.